pata mundësi ta martoj edhe djalin e dytë këto në Kosovë, ku në vendlindjen time, ku aty ku jam rrit. Mendjen dhe zemrën gjithmonë e kanë në Kosovë. Unë jam shumë i lumtur që sot bashkë me fshatin tim, në fshatin ku kam lind, pata mundësi edhe me shumë dëshirë e dashuri ta martoj edhe djalin e dytë këto në Kosovë. E ishte një ceremoni shumë e mrekullueshme ku në vendlindjen time, ku aty ku jam rrit, edhe domethënë gjenerata e tretë, djali im, ka pas dëshirë dhe me shumë dëshirë të plot veten, ka ardhur me të afërmit e vet që ta kryjnë në vendlindjen e babit vet. Dhe kjo më bën mua shumë të lumtur dhe krenar, dhe jam kanë shumë krenar dhe jashtëzakonshëm u ka një dashuri me të afërmit e mi ta bëjnë një ceremoni kaq të bukur në vendlindjen time. Kur jam kanë si djalë i ri, na si fshati na kanë në kohën e atëherët u kanë pak e pamundshme me pas mundësi që kanë rinia sot me pas me internetin. Domethënë çdo gjë që kemi bën, e kena bën nëpërmjet kishës. Çka kena bën lojra, çka kena bën kuiza, i kena bën afër kishës dhe jena arrit me kishë. Dhe me atë dashuri dhe me atë tradit kena vazhdu dhe kena vazhdu ashtu edhe në Zvicër, që të jemi një popull me të vërtet, i mirë, i dashur si kosovar, si shqiptar. Dhe kjo është shumë e lumtur për neve që jemi kaq bashkuar dhe që e bëjmë këtë traditë që vazhdojmë të binë fëmijët e tanë, të martohen tanë, të kalojnë një diçka të mirë dhe t'ju me të kujtim i mrekullueshëm. Edhe unë besoj se nëse ne vazhdojmë këto si kosovar, si shqiptar në këtë traditë, këto lëvizje që kemi Zvicër, Kosovë, kaq shpeshta, besoj që kanë më na mbajt, ndoshta kemi fatin zot ndodh heca se me limje. Dhe kjo më bën shumë të lumtur. Bile kena bisedu me Elisi, me djalin tash dyçi, që e martojmë tash. Edhe ajo kanë me do e mas me bën Kosovë, se ka pas qef me pas të traditat e tona, që edhe në të ardhmen fëmijët e Elisit, vllazoti, të kenë këtë bashkësi, këtë dashuri. Na si kosovar jem me të vërtet shumë dashur. Jem familjar, jem punëtor, edhe shpresoj dhe lut Zotin që edhe në të ardhmen ta marrim këtë dashuri, mos kem përçarje për kurfar arsye, as partijake, as fetare, as për kurfar arsye të shkojmë përpara se shansa jonë. Ndajme kena pas vujtje, kena pas mundime, që tash e kena shansën që të shkojmë edhe rinia jonë, fëmijët e tanë, janë në këtë botën më të mirë. Edhe kjo është veç shkaku i parëve tanë, atëherët e gjeneratës tonë dytë, që ju kena dhënë këtë dashuri për familje, dashuri për vetveten, dashurinë me përcjell edhe në fëmijët e tyre. Jetoj në Kosovë, me punë jam tani kohët e fundit në komunën time, që jam shumë i lumtur që po mundem edhe me dhënë një kontribut edhe në komunën time, po ashtu në vendlinjen time në fshatin Stubull, dhe kështu po vazhdojmë me dhënë një kontribut sigurisht sado pak vogël, por me rëndësi për gjithë komunitetin tonë. Jam vërtet shumë i lumtur që gjenerata e re, e cila është lindur, është rritur, është edukuar, është studiuar, apo edhe me profesionet ndryshme të ndërtimit, apo çka do tjetër që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër, jam shumë i lumtur që ata kanë një energji dhe një mall shumë të madh për vendlinjen, për Kosovën, për Vitin, për Stublën, dhe ata padyshim që mendjen dhe zemrën gjithmonë e kanë në Kosovë, ndërsa atje i zhvillojnë aktivitetet e punës edhe profesionet ndryshme, ndërsa festat, edhe ne si familje mundohemi që gjithmonë me i festu në Stubull, në Kosovë dhe Gjitio. Pra jam shumë i lumtur që gjeneratat e reja, si Elisi, tash me bashortën e tij Alisën, kanë vendosur që dasmën me bë në Kosovë dhe me bë në një traditë shumë të bukur shqiptare, ashtu siç i kemi ne me flamurin ton kombëtar dhe shtetëror atë të Kosovës, me të cilët jemi shumë krenar dhe shumë të lumtur që mundemi brezave të ri, nipave tanë, mesave tona, që të tregojmë që ky vend, kjo tokë është e shenjtë, është e bekuar, është një vend i sakrificës, por që me punë, me mund arrihen gjitha dhe një ditë sigurisht që do të barazohemi edhe me shtete tjera evropiane, me të cilat jemi në një
vi të barabartë dhe që synojmë që një ditë të jemi të bashkuar. Unë jam shok i Elisit që ma shumë se 15 vite, nimi ma shumë, kena lujtë shumë bashkë futboll, gjitha senet, jena shumë edhe familjarët i kena bashkë, si me thonë kena jetu bashkë me një katon, jena shumë krenar se Elisi e ka darës më nësante, edhe e festojmë gjithë bashkë. Unë jam konë në Zvicër që 19 vite, e jam që 2 vite në Kosovë, me pëlqen shumë jeta në Kosovë, është shumë ma ndryshe se në Zvicër, ka shumë ma shumë eksperiencë në Kosovë, me pëlqen shumë se jena ardhë 14 veta pej Zvicrës në Kosovë, këto duhet gjithë më mojtë këto senet që i kena, se mu traditat me pëlqen shumë se qyshe kanë bo darës më sonte, me pëlqen shumë se edhe të poni u konë në prezentën e darës më Elisit, edhe spedi gjitha të senet që i kanë do sonte, duhet mi mojtë qështu që i kam posë ato në darsëm. Është mirë se na si të ri, është mirë me rujtë traditet sonte që i kem, edhe që i kena martu sot shokin të ngusht, është mirë me i pos gjitha senet që i ka posaj në darsëm, edhe është mirë me vazhdue qështu se i ka posaj sonte. Ky sen është alo shumë prezent në familjen tonë, edhe na jena të stublës, edhe këshirë mi alo me mojtën në që tradit madhe. Edhe mu më pëlqen, edhe është një sen që më rritë zemrën si një fëmi që u rritë në Zvicër, ama i ka pas prind që në rritë në Kosovë. Unë e kom linë në Zvicër, e kom 28 vjetë, edhe e boj profesionin e dentistit, e kom kry para 5 vite, dhe e kom kry doktoratën në 10 vjetë në Zvicër. Sonte jena këto në darsmën në familjen e Krist Uka, Elisin, gjallin e vetë me Alisën jënë martu. Edhe jena të bo një festim tradicionale që shë njojnë na shqiptarët. Edhe është knatësi për mu që e kam në gjallë teze Kristin, mu kanë me marrë pjesë në darsmën e fëmijës vetë.